Një bashkëdhetar nga Zvicra me anë të një letre në adresë të gazetës Bota Sot, ka ngritur shqetësimin e tij publik lidhur me çmimet e larta të biletave ajrore për fluturime nga Zyriu drejt Prishtinës, duke cilësuar situatën si shfrytëzim të pastër dhe një pengesë serioze për lidhjet familjare dhe kulturore me vendlindjen. Po ju drejtohem si një prind i 2 fëmijëve dhe si një qytetar i shqetësuar për drejtësinë sociale dhe çmimet që po na imponohen nga kompanitë ajrore, shkruan ai në një reagim publik. Ai tregon se për një udhëtim të thjeshtë prej 1 orë e 45 minutash nga Zyriu në Prishtinë, është i detyruar të paguajë plot 3200 franga për familjen e tij, një shumë që e cilëson absurde dhe të papërballueshme për një familje punëtore. Ky çmim nuk ka më lidhje me shërbimin apo cilësinë. Ky është thjesht shfrytëzim, thot ai për Bota Sot, duke shtuar se nuk ka asnjë luks apo trajtim të veçantë në këtë fluturim të zakonshëm brenda Europës. Ai ngre dyshime nëse këto çmime po bëhen me qëllim për të penguar diasporën, që të kthehet në vendlindje. Shumë prej nesh udhëtojnë për të parë prindrit, për të çuar fëmijët e gjyshrit, për të ruajtur lidhjet familjare dhe kulturore. Por me këto çmime, kjo po bëhet luks, jo më një e drejtë themelore, ka theksuar ai. Bashkëdhetari shpreson që përmes mediave zëri i tyre të dëgjohet dhe që institucionet përkatëse të ndërmarrin masa për të adresuar këtë situatë, të cilën e konsideron të turpshme dhe të padrejtë ndaj diasporës shqiptare. Ky reagim shton zërat kritik që prej vitesh kërkojnë rregullim dhe transparencë në tregun e transportit ajror në rajon, veçanërisht gjatë sezonit veror, ku kërkesa rritet ndjeshëm dhe çmimet shpesh arrin nivele të paarsyeshme.